Normalisht Muradi po të vazhdojë të na tregonte çfarë dashnoresh ka pas vitet 60. Jo se ka gocër aty ka anë që i tregon kërë. Gjo, Murat, kur kam shku në Ukrainë, në Odesë, në 89-ën, më ka thonë njëri kujdesta se mos ka pas baba jote një dashnore njët motrën tate. A më Murat, po bëjmë shaka më. Ka fillur punë përpara kur punonte normalisht shtetënore, hyrte në zanës në ekonomi. Unë kam fillu ka anija Kurveleshi me kapiten Gjemal Pekun, anije me 3 dyrek, anije Druri, si Muxha, pastaj 2 vjet kamarier, 4 vjet në Stroma, 4 vjet marinar dhe 40 vjet në Stroma, që s'ma merë menat këtë detar në botë, që punoj, gjysej kam 54 vjet në punimi im i fundit është ura Vefter Kokës. Allah të bëvë Punimi im i fundit. Edhe vazhdoj për ku s'ket nevojë të bëj. Allah të bëvë zoti. Për të nderuar detarin shqiptare, ajo është sot tu, Dasara. Programin e saj besoj keni parë gjithë. Ajo është një yll bote, që ta rras mikrofonin në gojë do flasë se zbon. Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos që jeni shikues të Anja Report, në sfond po këndon Randa Libova, por në fakt kjo është një fest në zemër të portit të Durrësit për të kujtuar punën e palodhur që bëjnë detarët në vendin tonë. Një punë përveç se e palodhur është një punë edhe shumë e rrezikshme. Sigurisht deti është i bukur, ai sa është dhe i frikshëm, nuk e themi gjithmonë këtë. Është një fest që bëhet për herë të parë këtë vit, por që në fakt do kthehet në një traditë. U përmendë në fakt edhe kjo gjë, pra që mungon një ditë për kushtuar autoriteteve detare, një ditë për këta njerëz që bëjnë një punë të palodhur, një ditë për këta njerëz që kanë krijuar tashmë një histori pune dhe sakrificash të palodhura nga ana e njerëzve të cilët në fakt kanë vite, shumë vite që punojnë, edhe i kanë dedikuar jetën e tyre këtij profesioni. Por sigurisht që më shumë se sa unë, din flasin më mirë ata, dhe unë do shkoj të intervistoj tani. Hajderi me mua. Sot jam në moshën 81 vjeçare, e quaj veten trashëgimtar të detarisë të vjetër shqiptare. Kam filluar punë në fillimin e vitit 51 dhe sot patjetër stafeta ju dorëzua kuadrove shumë të ri të shkolluar të detarisë shqiptare. Por
kam kënaqësinë, ashtu siç më vlerësoi edhe kryetari i tanishëm i shoqërisë vetare dhe Ardi, si iniciatori për krijimin e shoqatës vetare. Por, pavarësisht se mos e bën vetëm, mendoj që realizuam një gjë, na hiç fare, krijuam shoqatë vetare, mbarkombëtare, kemi zhvilluar aktivitete qoftë në Durrës, qoftë në Muzeun Historik Kombëtar me sukses dhe shumë sukses, por megjithatë mbetet për mua një peng i madh shkruarja dhe rishkruarja e historisë së detarisë shqiptare. Problemet tona janë të shumta, të marinarëve janë të shumta. Sot mund të ketë të regjistruar në zyrat e tatim takseve vetëm 50 marinarë, të tjerët janë gjithë nxehtë. Kjo sepse në Shqipëri nuk ka një shoqatë, nuk ka një sindikat të mirëfill detarësh. Dhe kjo është një mungesë e jashtëzakonshme. Kur them jashtëzakonshme, është e turpshme. Detarët janë sklever, detarët tanë detyrohen të pagojnë tarifat jashtëzakonshme për të marrë certifikat sigurie për të dalë punuar. Është një tek pull, një shoqatë që merr miliona lek për një certifikat dhe këto janë detyrat e shoqatës, por në qoftë se ne të gjithë së bashku nuk e përkrajmë shoqatën, atëherë askush do bëjë dot gjë. Askush nuk do mundet që të ngrej zërin. Kur unë shkruaj të ITF-s në Angli për një problem tonë, më tha, në cilën sindikat shqiptare je i adheruar? Çfarë sindikate? Këtu tek kryeministri thotë, ne jemi të lumtur se këtu s'ka sindikat. Jo, ne kemi sindikat. Dhe kjo shoqata e detarëve do jetë sindikata jonë. Do jetë sindikata e detarëve, por duhet ta ndihmojmë. Unë jam një antar i thjeshtë i shoqatës. Unë merrem me tjetër gjë, merrem me art, me letërsi. Por do të jem pjesë aktive e kësaj shoqate.
vitin 66 fillova studimet në Akademinë e Marinës, në Vlorë, dhe kam përfunduar në vitin 69. Në base asaj kohe unë kam punuar në anijet e flotës tregtare shqiptare, duke filluar nga detyra oficerit, dhe kam përfunduar në vitin 1983 duke lundruar vetë, kam përfunduar me detyrën e kapiteni. Pra kam nisur si oficer dhe kam mbaruar si kapiten në anijet tregtare. Detyria shqiptare ka një gjë të bukur. Në radhë parë një brejdeti jonë është shumë i bukur, gjë që të mban, që të tërheq vazhdimisht, dhe përveç kësaj, detyria shqiptare ka, do të thosha, komunikimi ose jeta që bëhet në det është një jetë e veçantë. Marrëdhëniet midis detarëve me njëri tjetrin në anije janë marrëdhënie kaq të ngushta, saqë mund të themi janë dhe marrëdhënie familjare me njëri tjetrin. Detarët duke u ndodhur për një kohë të gjatë larg familjeve të tyre, në një ambient kufizuar, në një sipërfaqe kufizuar që është anija, qajnë hallet me njëri tjetrin, tregojnë historira me njëri tjetrin, jetojnë me gjëra të ndryshme domethënë që i lidhin me njëri tjetrin. Kjo gjë e bën jetën të veçantë në det. Jeta në det vërtet është e bukur, është një gjë e bukur, por është shumë e vështirë. Është e vështirë për faktin se deti duket i bukur kur nisesh nga toka, kur e shef nga toka, po kur lundron shket ndryshe, kur hyn brenda si detit. Sepse deti mund të ndryshojë valzimi nga momenti në moment, pak herë të fry ngrihen dallë dhe anije fillon e lëkundit, gjë që e ve trupin e njeriut e ve në një gjendje jo normale. Përveç kësaj, jeta e detarit, do të thoja, ka vështirësitë e saj vetëm për faktin vështirësia e saj më e madhe është sepse ndodhesh jashtë larg familjes. Duke ndodhur larg familjes nuk jeton me problemet e familjes, jeton me familja, domethënë, të mungon, nuk merr pjesë as në gëzime as në hidhërimet që mund të ndodhin, domethënë problemet që ka familja. Nuk jeton me fëmin, nuk jeton me gruan, nuk jeton me vllajën, me motrën, me shokët, të dalësh në shitiri, i privuar nga këto gjëra. Kjo gjë e bën të vështirë. Unë kam lëndruar në Kinë, nga Shqipëria në Kinë. Kam lëndruar me anijen Vlora, lundrimi i cili ne ka zgjatur pra nga nisja nga Durrësi deri kthimi prapë në Durrës 4 muaj e gjysmë. 4 muaj e gjysmë larg shtëpisë. Ka qenë një lundrim shumë i vështirë dhe nga ky kemi kaluar rreth e qark Afrikës për arsye se kanali Suezi ka qenë mbyllur në atë kohë dhe ne i binim rreth e qark Afrikës për të shkuar në Kinë, nga Cape Town, që i thonë se nga jugu i Afrikës. Një ngjarje që më ka mbetur në kujtesë gjatë këtij lundrimi është përplasje me një anije Vlora, anijes Vlora më mirë, i ra një peshkareç kineze duke lundruar nga një port i Kinës në një port tjetër, në detin e Kinës Jugore, na ra një peshkatore në bord, një peshkatore kineze. Në anijet e peshkimit kineze ndodhet një familje e madhe, domethënë nuk është se aty punojnë vetëm peshkatarët që gjuhen për peshk. Aty janë e gjithë familja komplet, jetojnë në këtë anije. Ajo anije kishte një si bastuni, themi në gjuhën detare, është një pjesë e dalë këtu përpara nga bashkja e anijes, është një pjesë e dalë, një si trung i dalë shumë gjatë. Kur ajo na ra neve, se ishte një gjë e vogël, anija Vlora është anije 12 tonëshe, ai bastuni i hyrin brenda. Pra, nga jashtë ishte dalë, ju fut brenda anijes dhe krijoi një grop të madhe, aq sa ishte diametri i bastunit. Koha ndërkohë ishte e keqe dhe kjo anije, këto anije janë me vela dhe nuk komandohen me motor. Pra, komandohen nga drejtimi i erës, nga velat. Ne kërkuam që t'i jepnin ndihmë kësaj anije, sepse koha u prish dhe ne po kërkonim që t'i jepnin ndihmë sepse kishte edhe fëmijë dhe gra anije në këtë peshkatoren e vogël. Mbasi e gjetëm ku ishte kjo anije, u detyruam një nga marinarët e anijes tonë, u hodh në det dhe i dha cimat. Cima janë litarët që thuhen shkurt. I dha cimat asaj anije për ta lidhur dhe për ta rimërquar që ta çojmë në afërsi të bregut sepse era po i shtynte në thellësi. U hodhën një marinar, e lidhëm dhe u detyruam që ta çonim, megjithëse anija Vlora ishte një anije 12 tonëshe, jemi detyruar ta çojmë shumë afër bregut
deri atij sa lejonte thellësia e anijes në mënyrë që ta shpëtonin jetët e njerëzve. Dhe kështu ndodhi. Lëndruam për 33 ditë, mas 33 ditësh pa ndales kemi mbritur në portin e Durrësit. Për të veçuar në këtë histori është diçka, është një ngjarje e bukur dhe kjo. Atë rrugë ne sollëm 8 majmun nga Kina i sollëm në Shqipëri. Që ne i sollëm 8 majmun në Kafaz. Këta majmun kishin një shoqërus. Ishte shqiptar. Ky shqiptari ishte kujdestari i këtyre majmunëve. Dhe gjatë bisedave i tham, me çfarë ke ardhur në Kinë? Kam ardhur me avion. Po pse po kthesh me anije? Ktheu me avion se është më kollaj, më shkurt. Tha, jo, kam qef, tha. Po është rrugë gjatë dhe do vuash në deti, thamne. Unë nuk pyesta për deti, tha, përdesë nuk më zuri avioni, nuk më zë as deti, tha këtë. Sa unë nisim, si që shpjegova më parë, ndeshëm këtë tajfunet. Dhe ky, që nga i moment, hyri në dhomën e tij, na la një porosi neve, marinarëve, ju le, tha, në kujdesin tuaj, majmunët, për arsye se jam i detyruar që t'i çoj të gjallë në Shqipëri, domethënë unë jam kujdestari i tyre. Nga Kina deri në Shqipëri ai nuk doli nga Gabina. 33 ditë ka ndenjur në gabinë dhe nuk deshte ta dinte për majmunët, për faktin se nuk ishin gjendje që të kujdese se i zinte deti, dhe këtë kujdes e treguan marinarët që i sollën majmunë të gjallë në Shqipëri.